6 muaj nga mbyllja e hetimeve, seanca që do të vendoste për kalimin apo jo për gjykim të dosjes Partizani dështoi. Pas 4 orësh e 30 minuta, vendimi nuk u arrit të merrej për shkak të mungesës së njërit prej avokatëve. Genc Gjokutaj, mbrojtësi ligjor i ish kryeministrit Sali Berisha, për mediat u shpreh se në këtë proces duhet të thirret edhe kryeministri Edi Rama për të dëshmuar. Ne ritheksuam edhe një herë mungesën e faktit penal, shkak për cilin ne kemi kërkuar pushimin e çështjes. Ky është një manual shkeljesh, libri i procedurave të këqija. Kjo dosje, në të cilën gjen akte të pakomunikuara, ekspert të palicencuar, firma të falsifikuara, të cilat prokurori dëgjon dhe hesht. Imagjinoni në këtë çështje kur Sali Berisha akuzohet, është i pandehur, dhe Edi Rama nuk thirret, që është autori i ndryshimit destinacionit të truallit të klubit Partizani, i cili ka hapur siparin. Absolutisht ne e kemi kërkuar, sans paraprake nuk mund thrasim dëshmitar. Gjokutaj nuk i kurseu komentet as për prokurorët Arben Kraja dhe Enkelejta Milonaj, sikundër as për gjyqtaren e çështjes Flojera Davidi. Shpresoj të marrë kohën e saj për të dhënë një vendim, sepse 6 muaj sans paraprake edhe të jepet vendimi për 5 minuta, mua nuk më duket serioze dhe le pastaj të jetë profesionale. Nuk ndryshon SPAK-u, siç ka qenë ashtu do të jetë. Sali Berisha akuzohet nga SPAK se ka shfrytzuar postin e tij si kryeministër për të favorizuar dhënrën e tij Marber Maltezi me qëllim privatizimin e truallit të ish kompleksit sportiv Partizani. Të dy akuzohen se kanë kryer korrupsion në bashkëpunim, ndërsa Maltezi edhe për pastrim parash. Vendimi pritet të merret në 23 prill.